Alba në krevat, Alba po i bën masazh relaksus të i shtendosen muskujt bijës. Shef familja një rreth parë. Dhe ajo e di shumë mirë se si godet me këtë gjë. Prandaj më vjen inat se e ka keq përdor me thik mbas shpine. Dhe kur? Në krye 2 javëve i mora vesh, po 2 javë ç'a janë bë? Iku kjo. Mbrëm, erdhi Limi lart. Me mu ishte egër, kur erdhi Limi, Limi, nisi çaje, deshte me nxjerr mu keq para Limit, duke nxjerr lot sy sikur unë çfarë po i bëja asaj. Iku kjo, situata me Jorganin, u kap vetë pas Jorganit dhe u shty vetë me këmbë të veta dhe ra poshtë. Edhe si, më dem, i thash, hajde aty mos na ushtir, sa i thash këtë, va puqu edhe po rrinte mirë. Mbaroi situata, ajo e lën dhunumja e kështu, nisi qeshe. Ajo e ka prit me gjithë shpirt ndodhe një situatë të tillë. Vetëm ka ngel pa fjalë nga ana saj se sa i pa shpirt mund të jetë njeriu me ta keq përdor të mirën, ngroftësinë, që pastaj me ta fut me thing mbas shpinës. Mirë, të bëjë një krahasim. Sa i keq edhe sa i lik mund të tregohet njeriu që ty po të bën përshtypje vetëm te bia, po s'po të bën përshtypje te Limi. Për çfarë te Limi? Po s'po të bën ke Limi, edhe Limi po tregohet për një saj. Me Limi, shikon. Limi nuk është tregu ashtu të unë. Me aq sa kemi pas momentet me Limin. Po nuk e di çfarë ka folë si ka folë te ju. Unë po flas këtu që kur ka hyrë Limi deri tani, si po sillet me ty? Në disa situata po sillet shumë mirë. Është aty për mua. Po ju se keni pas, se keni kuptuar. Përkundra si situatës që ka ndodhur. Që ka folë me ju, unë akoma nuk e di tamam qartë. Nuk e kam dëgjuar me vesh të mia që ka folë ai. Se unë ja kuptoj mendjen aty, kuptoj si i përdor fjalët, e kuptoj si e përdor gjithë fjalin. Që aspekti i thot mendja aty, se mendja aty funksionon pak më ndryshe. Unë ja kuptoj. Prandaj them, unë duhet ta dëgjoj vetëm me vesh të mi çfarë më thot ai në lidhje me mua, dhe di si ja kthej përgjigjen në moment. Unë mos më ka thënë akoma asgjë në lidhje me këta drejtime. Nuk e di, pasha zot nuk e kam dëgjuar. Dhe nuk shë veprimen. Ka bë Ti veprime që është aty duhet të për mua. besosh fjalët dhe jo veprimet. Ka bë veprime që është aty për mua. Ti çfarë them? Më pat mërzitur, më kapi për krah, më shtrëngoi, tha hajde laj syt shpejt e shpejt që mos do të shoh asnjë njeri se si e bë. Ndodhi ajo situata mbrëm, kapim të hoqin, me kush është shkaktari se si e bë ti? Ai të paktën 24 orëshin ka qenë aty për mua. Situatën time të vështirë. Alba, ti je komplet e errësuar. Unë nuk e di ç'a ndodh në kokën tënde, po s'është mirë fare. Po se po pres të sqarohemi. S'është mirë fare. Nuk mundem flas në ajër. Ti po bëhesh një skllave, po shtrihesh, po të shkel me këmbë. Jo skllave, nuk po më shkel. Jo, absolutisht po të shkel me këmbë dhe ti vazhdon ta justifikosh. Unë këtë nuk e kuptoj zemra. O Gerta, nuk e di ç'a ka fol me ju, nuk po më kupton. Mo ç'më intereson ç'a ka fol me mua, ti shih veprimet, o zemra, është po ç'a veprimi tjetër ka bë? Words, trust actions. Po pra, ka qenë aty për mua. 2-3 situata dje. Ku ka qenë për ty, moja mënë? Po edhe ju se keni pa. Ti si pe ata 2-3 situata mbrëm. Nga para darke dhe pas darke. A i vrapoj t'ju ndante. Se nuk po e lëviste, më falë për shprehjen, bythën nga krevati. Kur dolem nga dhoma gjumit, kur ishim aty, kur ishim vende tjera. O, Eliona, për qënë sinqerta një qifti, ku ka gjelozi edhe inates, a i është shumë gjelozi keq. Qifti ndërmjet njëri tjetrit edhe përdori nga një fjalë të rëndë. Jo, për zotin, Alba, të them një gjë me shpirt, të lutem, mos e fol më të gjë, se po jep mesazhe shumë të gabuara. Po mirë më realiteti është, a ka bë mirë se ka bë mirë, po jep mesazhe shumë të gabuara, po të dëgjojnë vajza që i shkelin me këmbë meshkujt e tyre dhe thonë që nga normale. O, Gerta, po flas thjesht për fjalën, sa ai nuk erdhi të më godas mua. Unë po të them që ti je e errësuar, je e smur, ti nuk je dashuruar për mendimin tim, ti je smur mas atij njeriu. Ti je gati ti tolerosh çfarë do lloj gjëje dhe ta justifikosh për çfarë do lloj gjëje. Veprimi që ti po bëje, mbas gjithë tyre që kanë ndodhur, duke i rregulluar shtratin, duke i rregulluar shtratin, për mua ishte pika e gjithë asaj që mendoj. O ju Gerta, ai ka ardhur vetëm këtu, se ka as mamin e vet as njëri vetën. Po ç'pun ke ti me mamin aty kur ai s'po të respekton, më le mos ta ketë o goce. Po më ka respektuar me disa gjëra. Edhe më ka qenë afër për disa gjëra. Me ju nuk e di çka ka fol. Unë duhet ta dëgjoj vetëm me ju Gerta. Unë dëgjoj, Alba nuk mund ta dëgjoj këtë bisedë sinqerisht, më duket realisht skandaloze. Skandaloze që një femër të toleroj edhe
të mos kuptoj se çfarë po ndodh. Po nuk mund bazohem të opinioni njerëzve se çka ka folë për mua, kurse vetë s'kam qenë prezent tani. Këtë kam rregull numër 1. Në bazë me njeriu. Po të mashtrojmë me të tjerët, jemi sa veta. Po nuk e di me Hy Gerta si kuptoni ju atë, ja po dhe të si keq mashtroj unë, po të interpretohet mashtrojnë fjala. dhe tjetri, dhe tjetri, dhe tjetri. Dhe duhet ta dëgjoj atë, nuk mund bazohem të opinioni edhe të fjalët e tjerëve se çka ka thënë ai për mua. Këtë kam parë. Në momentin kur unë e dëgjoj, unë atëherë reagoj. Po nuk mund të reagoj për momentin ajër. Kurse me mua nuk ka thënë ashtu fjalë. Ti, zemra ime, mua më duket që versioni limit që nga i vërtet. Kështu si po sillesh ti. Okej, Hy Gerta. Tani unë po them që nuk dua ndikoj nga opinioni i njerëzve. Çfarë më ke treguar, por po i shoh me sytë e mi. Po i shoh me sytë e mi. O Hy Gerta, ti ke qenë prezente në 2 palët, unë nuk kam qenë. Mos se trego, mbaje vet, çfarë po përjeton, mos se trego se po jep mesazhe të gabuara. Po s'është mesazhe gabuar, po them që dua ndikoj nga opinioni i njerëzve çka ka fol. Kur nuk të vlerëson, po nuk e di unë çka ka fol para jush. Dhe bën sikur s'ka ndodhur asgjë. Po shtrihesh më, ti shkon i rregullon krevatin moj. Ku ke ti moj të rregullosh krevatin? Pse s'ka ardhur të rregullosh krevatin mua? Po kena një respekt për njëri tjetrin. O Hy Gerta, deri pas se ty tu kemi. Po ka tregu disa pjesë. Alba, më fal, mos më përfshi në këtë gjë, sinqerisht. Realisht O Hy Gerta, pa është gabim që s'dua t'i besoj opinionit njerëzve një derisa ta dëgjoj ata. Po kalon moment të vështirë, po jo në këtë formë. Nuk mundem të të mbështes në këtë formë, sinqerisht. Për mua, O Hy Gerta, ti po thosh që t'i besoj opinionit njerëzve për atë. Nuk po respekton veten. Po ta them me shpirt. Ti po t'i besoj opinionit dhe llafeve tjerëve për atë. Po ta them me shpirt, më dëgjoj. E di, ama nuk kam çfarë pa me dëgju. Respekto veten, zgjidh veten, kaq di them, nuk mund të flas më shumë. Po edhe unë nuk mund t'i besoj, unë nuk them që gënjen, po pa me dëgju vetë me mi se çan nxjerrë ai nga goja nuk mundem. Unë të dëgjova, por me një njeri që është i errësuar dhe nuk ha logjik, nuk mund të vazhdoj të flas, sepse po të vazhdoj të flasim, do japi mesazhe të gabuara. Unë femrave që ti shkeli mashkulli me këmbë dhe të thonë nuk ka ndodhur asgjë, nuk ja jap dot këtë mesazh. Se më ka respektuar pjesë tjera. Për mua po. Dhe asnjëherë si ka përdorur ata fjalë para meje, që po thoni ju. Për mua po, Alba. Ne akoma se kena bës sqarimin kur të ma thot ai me gojën e vet, unë e marr për bazë. Jo çfarë flasin tjerët. Unë kam mendimin tim. Ky është mendimi im. Për mua ai nuk ka vlerësuar, nuk ka respektuar dhe ti vazhdon ti bësh temenare. Për mua kjo është skandaloze ta bëj një femër. Faleminderit, ta më duhet pres sa vetë ma thot mua ta dëgjoj nga ai, jo nga të tjerët, se nuk e di si mund keq interpretohet në një fjalë nga të tjerët edhe pa dashje. Tash më kupto pak edhe mu, se është situatë delikate. Nuk mund bazohem të respekti për atë në bazë të tjerëve. Nuk mund të të kuptoj dhe sinqerisht tani po nuk mund të të kuptoj. Nuk e kuptoj do një femër cilët kështu. Bazohemi të opinionit të fjalët e tjerëve që ka thënë tjetri. Nuk mundem, nuk di, nuk...